Ata duan Kinën që t'i gëlltisë brenda vitit. Trump kritikon Kanadan. Presidenti Donald Trump kërcënoi shtunën se do vendosë një tarifë 100% për mallat e importuara nga Kanadaja nëse fqinji verior i Amerikës do vazhdojë marrëveshjen e saj tregtare me Kinën, duke intensifikuar një grindje me kryeministrin Mark Carney në një zë në rritje në kundërshtimin e perëndimit ndaj rendit të ri botëror të Trumpit. Trump tha në një postim në mediat sociale se nëse Carney mendon se do ta bëjë Kanadan një port dorëzimi për Kinën për të dërguar malla dhe produkte në Shtetet e Bashkuara, i gabohet rënd, nuk ishte qartë se kur mund ta vendosë tarifën e kërcënuar. Ai tha në postim se kjo do ndodh menjëherë nëse Kanadaja do bënte një marrëveshje me Kinën, gjë që Carney bëri një javë më parë, duke marrë lëvdata fillestare nga presidenti. Në Shtëpia e Bardhë nuk ofroi asnjë detaj shtesë. Ndërsa Trump ka zhvilluar një luftë tregtare gjatë vitit kaluar, Kanadaja vazhdoi marrëveshjen e saj për të ulur tarifat për automjetet elektrike kineze në këmbim të taksave më të ulta të importit për produktet bujqësore kanadeze. Në atë kohë Trump tha se ajo marrëveshje ishte ajo që Carney duhet të bënte, është gjë e mirë për të që të nënshkruaj një marrëveshje tregtare. Në postim të premten ai thotë as më shumë dhe as më pak se Pekini do ta gëlltisë Kanadan përmes marrëveshjeve që bën. Trump shkruan në rrjetin social se Kanadaja është kundër ndërtimit të kupolës së artë mbi Groenland, edhe pse kupola do ta mbrojë Kanadan. Në një vend të kësaj, ato votuan për të bashkëpunuar me Kinën, e cila do t'i përpijë ata brenda vitit të parë.